Zbesit me thonë, kur nesit... Isku. Kur... Jeni të lumdur, të lumdur sot? Të lumdur fitoi Edi Rama, 82 mandate. Po. Binë shumë fare. Po. Si I dhoj sinjal kancelarisë europiane se kush janë rebelët komunistë. Se ja ka bo profeti i kombit shqiptar, Sali Berisha ja ka bo ditër më parë. Çe ka bot? I ka bo ditër se kush janë. Ja ka bo qytë para, qytë 92-shën. Se kush janë këtu. Ti e sheh për mirë apo se s'po të kuptoj? Kur kuptoj unë imagjino... Rebeli komunist. Morri kuq. Që të bë talë. Si ka mundësi Kanceri. ti si ndjesh më? Godin se s'kam i lloj kështu, i lloj ngarkesë kështu. Fjalë me të bolle pyetje më, si ndjesh ti më ja, si ndjesh ti. Shumë keq fare? Keq fare, nuk ka ik zëre, nuk di, menimet po e po. Mos ka ik në gjë tjetër. Edhe tjetër fare, gjitha më. Si e shef situatë. Mos ka ik në gjë tjetër më se tas. Mandati 4 dhe ky fiton më bindshëm se sa herën e parë që u bë revolucioni në ta qyt. Me delet? Jemi popull delet, jemi dele. Se unë se ka mona erë guzime me e thonë... Kriminele, orë zëti, janë eduku 50 vjetë me krimin, orë shqiptar, po të neti, po që dush, a qëtë ka shëllit të dhe? Po një më dha, se si shidemi të forma, si shidemi më... Merë vesh me të në kjederi, a do plumin. Por të kam thonë a herë tjetër, po e dërzëm Shqiprinë. Ti bëhe mu të dalësh atë. Po dalë, po e dërzëm Shqiprinë. Që e mërë burë, së më plasët e që. Do mërë vesh kriminele, ajo mësu pi gjakët të masakruhe. Më kejtë po nga bëjnë edhe prapë një shkëm i votojnë. Prapë, pse shkon të atje? Pse shkon ti? Po që të bëjmë, më jep i zhjilë ti, më jep i Ti jep i zhjilë, pse shkon ti, pse voton ti edhe? Unë se kam votu më dhe, ky zotëria... Se ti smjef mu. Ky zotëria ka votu për shumë. Qëkur kam le. E mërë da jenë asfajt pra. Që dun të shkatërrojnë, të fusin helmi. E votove Edi Ramën, i knaqëm me rezultatin që tha? Ja ku e ki, i gjoj. Vetëm 2 sekonda vetë. Si e lexon këtë fitoren Edi Ramës, kaq bindshëm? Se që marrën atë Edi Ramën? Ka marrë 82 mandate. 83 ka marrë. Si? 83 mandate ka marrë. Jo 82, ka marrë 83 ndjes. Ju kërkojmë ndjes mi 83 mandate, pra si e lexon këtë? Është skuq gjithë Shqipëria. Si mund që shqiptarët shkojnë e votojnë prapë Edi Ramën? Edi Rama diti ma në shqiptarë atërë. Diti ma në shqiptarët Edi Ramën. Po, thot e isë. Po. E meriton dhe? Pa e meriton se nuk jepin votën edhe me janë. Nuk e jepshin votën. Pra, shqiptarët kanë shkuar me vetdijem, me konsciencë të pastër, për dhënë votën e lirë, pra është votë e lirë e qytetare, e pa imponuar, e pa blerë, e pa shitur, e pa kërcenuar, pa ushtruar presion. Po pra? Po, Kjo është, Po zbilohet në modë e kutia. Po dule modë, majë në modë. Erdha. Ja ku jemi. Kjo është realiteti. Me ata të shkosh në Evropë dirë? Me ato po shkoj Edi Rama. Me ato më po kush... Edi Rama e ka shpu për përnicën e vetë. Po na ka shpu dhe në emër burë, për shkak të këtyre. Po me ata të shkosh në Evropë dirë? Po shkoj në emër burë, se unë nuk du me shku në Europë me ato. Unë nuk du, ti nuk donë. Po. Si mune do? Orë nuk du më dha, me shku me këto njerëz, me shku në Europë, do më thënë me... Ska vetëm, është të duhet me njerëz. Po vetëm, jo më se du të shkojmë bashkë me venin tim. Du të shkojmë me venin tim. Jo me këta do. Vendi është këtu ku është, nuk të vis nga vendi. Të fitoj mandatin e 4, kaq keq sa e ka çu Shqipërinë dhe shqiptarët, të fitoj mandatin e 4 kaq bindshëm që se ka fitu as mandatin e parë, as vitin as tretin. Edhe një herë. Kjo që ka ndodhur sot, është ajo që ka ndodhur në vitin 2013 së prapthi.